Marak e ko me qenë kanala me dorë. Gjinje po shkojnë po harxojnë porën fitness, unë s'po shkoj me harxhu porën fitness. Pse më shkon fitness? Fitness pa pare. Plus po fitoj, plus po më rrezit dili. Muratim, saldim, montojmë laminat, shkollë tavani, bëjmë hapjen e kanaleve, transport, kasap e tjerë. Po unë kam shkuar në Gjermani në 2012. Vite ke qëndru në Gjermani? 17 vjet e gjys. Njoni pi djemve u desh më këthy, edhe ju më konune. Tana hina në një farë zanate, elektronika për bedrijfstechnik, pi aty tana, se kom kry zanate ngejt, jo më në Kosovë. Po, a je pendu që je këty? As një kashore, as 10% jo. E këtu është shumë më mirë. Ke që i dojnë me shku jashtë e kanë gabim. Dojnë me nejtë këtu. Nuk është më e ko që i kom 6 gjem, i kom 3 shkojnë jashtë, 3 këtu. E bo një e bo ketë. Tjani ti bo një 10 fëmi, një 50 shkojnë, 50 rrinë, qëtër muhabet. Dojnë me nejtë këtu, se këtu ka punë sa dush. Tash i rruga që nuk është 5.000 që i thonë, atë prallë është. 2.000 është ketë. 2.000 euro, 2.200, rrallë na i kush që e ko një rrugë jashtë zakonisht mirë. Ty shkon në Gjermani, hajtë person e ki 2.000 euro rrugën. E merë një kredit, pas këti punë, e merë një kredit 60.000 euro, e bli një kerë 50.000 euro, e ti dush me pagu që atë kerë 20 vjetë. Në rrimë me një kerë malë trashe dhe fryna këtu. Amo ti ki borç deri këtu. A cirkuz është a i s'ka par rrallë është na i kush që i ka na i farkire që i ka bli cash në dur. Ato ketë në rranë, ato e vesh propaganda. Në më mi shembul Palestinë, bomba raketa arena kënena, ata ketë rinë ato, ja, s'fel shoj kur. E na i kimi tanat mirë dhe putojnë me shku, e budalaki është. Ata janë shumë ma patriota se na. Ti kje dhe letrat e Gjermanisë? Jo, si kom letrat e Gjermanisë. I ke djega? E kom marrë dhe kom shky pasoshin. Kom pas pasoshin e Kosovës me letë qëndrim pa kufizum Gjermanisë. E kom marrë dhe kom shky dhe kom jarë këto. E kom marrë, kom shky edhe qaq, edhe Kosovë, Kosova Republikë qaq. Qënu ma heret, pënoni, nuk o marrë me pënu, qëfar do të koftë puna që je. Edhe WC me fshi sa është marrë, edhe me hek bagla sa marrë, që ti të punu për pare, që ti të punu falë. Mos jeto për njerëz, po jeto për veti. Se unë i këshin punë të mija, ata në të më keshin mu, në heci ketë me loqë. Edhe mos të interesojnë ty aty, veç kërë drejtimin tënë dhe qaqë. Ata që jesenojnë mërgimin, i kisha thonë redi këtu, që doni mu shgenju shkani atje, shgenjehuni edhe ktheu në këto golish pas një bankë. Qënë që të venë qëtu me qelë një vorë, nga që ti lisit. Se që të qelë vorin 350 milion romi, se që ko lisi trash, që ko dora, që ko lisi sa i trash. Që të të rojnë zora, e që tu, koja në unën, që sa i trash, sa trash roja, këshë jo, plot që si. Që e pëtisa vorin më në fund. 485 milion ro... Që, e që tu, edhe qa që për mas do, më zvet. Tu ku ma fel, hinë canoki, që kini në, palu në rasa kështu, shlap, qështu. Kosovë Republikë, Allah i pas rahmet. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Sot kemi arë në qytetin e Gjilanit me takut Dardan Ahmetin, i cili ka braktis mërgimin edhe ka kryesisht Gjermanin, ka ardhë me kontribu dhe me punu në vendin e vetë. A i këtu punën punë ndryshme, kryesisht punë të vogla, bën hapjen e kanaleve me dorë, muratim, saldim, është kasap edhe gjithë punët e tjera i kryen vetë. Hajde një shkojmë të takojmë Dardanin edhe të shojmë që ka me na tregu. Dardan, përshëndetje. Përshëndetje. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Sot kena arë me folë pak ma shumë me ty për mënyrën e punës dhe punët e tua cilat i punë. A mund të shme na prezentu të lejme? E ku kemi Dardan Ahmeti, i lindur me 3 tetor, 91 në Gjelan. Qëfar punë saksisht i bëjnë të? Ta që me të kaldu drejt, në farë zanati specializuar veç me një vend nuk e kom. Unë punoj gjithë shka. Bash gjithë shka jo, aeroplanit si groj për shembull. Qato që muj me të kry në e kry. Qato që s'muj me të kry për filimit, qato që s'muj. Laminat, me montu dyr, me montu shkollë tavanit, me montu kanala me qenë me dorë, kanalizimi me lidhë. Me prej na jel, na i dhi. Shme thonë, na i punë të vogël, shto që një punë që se po kërkoshish, që ato kom që me punë, me thujmë diçka, një murit vogël me zidu, nuk konë që është një punë e malon, e së në masë, jam veç një njeri, shpesherë më të diku që kom që to kejtë shumë, kom punë, nësë kom punësi me e krysi, jam veç një njeri, unë i kalë të përfinim që s'funkcionan, a i do na pet, unë jam i detyru me rejnë që s'kom punësi me e krysi, jam veç një njeri. Apo këpëta? E që shko mundësi një person me post tashni, ti nuk i ki veç një zanotë specialistë. I ki shumë zanotë, dhe më thonë që shko mundësi me adojnë me krejtë. A vetë je marak shtu më punë? Po veç jam marak levë, i këmë go daj vetë mi, fola një daj stem e mrushit, profesorit, ish drejtorit. Dhe ta shohin aj.
Fola atina I kom gati vetë me, shumë punëtor, edhe unë jam maraklinë në gjitha punë, kom punu të një migji jemi, ka një dyqan me laminat, kom punu aty laminat edhe dyrë edhe shkallë kom montu aty. Tana py aty tje kom punu kocka, tana kom punu ndërtim dikun, tana edhe vesha kom pas ka shpia edhe që ato I kom punu. E tana pinjones mund t'i shkon për me montu një laminat, qëllon ai faj plaka, thot apo vim nëndë një dy plaka, be që aty se s'po ka kush. Ani be ingjë tana dje keq, tana dosh me avnu një dy plaka. Shkon t'i kon qetër, valla po pikë, be që kjo qesh, pra ki mund si me këshyë, që tana tu këshyë aty, tana ti mësosh, edhe thaj pak. Tana të shpia një far banjët vetë, jo njësa ujnë, ka pak, me një shok shaponoj. Ai zakonisht, ai punon me ujë dhe me rrym, ku ka me gryna e tha kanale, dhe shë, ja gryj tana, kanalizimet I kryun e tana, baj, ku të punon me ujë, tana unë jam për sketina, e veti se në edhe një moj diçka, tana kom mësu shumë bitina. Tana thonë se unë e kalzoj hapta zë, unë sem specialist në katë punë, me një farë, sem I specializum ekstra për një punë. Unë jam I specializum veç me nëzirë një farfitimi, qysht moj, veç në tjenë halal. Bravo të qoftë, edhe që merresh me kaq shumë gjona, se seriozisht I shambull suksesi. Tash ti trit. A qëllit ato? A qëllit pa? Po, du. Tash ti trit, da dan ti peshe që po pritojnë me punu. Po. E ti të mirë me kaq shumë sane, qaj kështë thonë aty në trive që pritojnë me punu edhe rinë të ndite ashta na për kofe, na për... edhe pritojnë. Mi thonë atyve që në maheret, pi gjumit, sa maheret qosh pi gjumit, përfëtën ku. Se nëse ti qosh në 10, shumica e ditës ka shku. Unë për shemë qona, mi u e para sa me koha namazit sabajt. Bona gati, shkoj të xhamia, e fali sabajt, për aty shkoj të event punë. E mu që një dit, një saat maheret, 365 dit, a I fiton ka një orë, 365 orë punë në ato. I fiton ti për dit, veç një orë që maheret. Ti 365 orë I përfiton. Që ato ballash që, veç që ato bëne, ti ki përfitu shumë. Që ato bëj me thonë. Punë kosa dush Kosovë, mendimi e mosh, më konë një kanar me qitë Kosovën me një ven, ketë që tenë me qitë Kinën, Amerikën, Gjermaninë, Zvicrën, Kosova e mbi peshon, qatë shumë që ka punë këtu. Sa dush ka punë këtu, këtu nuk është që s'ka punë. Amo tana me marrë një kanar tjetër me qitë Kosovën që aty, edhe ketë dy njohën që aty, Zvicrën, Gjermaninë, Francën e këtu, Kosova e mbi peshon për Dembellak. Është një kombinacion shumë I keq. Dembellak sa dush, edhe punë sa dush. Më konë që ishmi konë edhe punëtor, që atëre ishmi shku shumë të para. Do me thonë, ma the shumë interesant me I qitë në peshore, Kosovën, Gjermaninë, Zvicrën në shtetet e perëndimit, Kosova e zan venin e por për Dembellak. Po. Jo me këtë botën, jo veç me ata, me këtë botën. Me këtë botën po thue në zan venin e por Po. për Dembellak. Po. Mendimi jam. Edhe është e vërtet kjo që po e thu, se na pritojna me punu, e pse po menon që jena popull që nështë s'na do fort punën. Nuk po flas për krejt, po për një pjesë nështë atë madhe të rinis. I kanë limun është ta pak si shumë. Nëse për shembull dikush e ka një vlla jashtë, diçka I vllavi I ço pare, ai s'do të më çu pare. Nëse ai është berber, dia çojnë gërshon të ato maçinat, dia çilin në dyqan, ai me çato mjete e fito parën. Jo mi çu parë, se ti çosh parë, edhe shi më I harxhon. Ose ti bleja lopën, ai e mje lopën e zen kosin, t'lallën, gjizin, to sene, edhe me çat lopje gjallë, ti mos e parët. Kështu. Si shembull dishte me marrë to. Ose dikush punon me hekra, ja bën ti aletet e hekra. Ai punon me hekra dhe I nxjerr porët e veta qashtu. Veç porë mos I qa. Si shembull, mendimi jem... Po do me thonë që na pak presim prej tjerëve dhe pritojmë vetë me... Qashtu? A I bob të I fëmijëve... Po, e kom 3 me një qitë. Edhe ja del po besoj Po, me mërë, sa I dush. mbajt edhe... Mirë, sa shkeq, po anguz banë. Ta shti më the që je kasap, saldon, je fasader, murati... Ne, fasader s'jam, sa to se nuk e kom As thonë. je fasader e pas në ngatru, pro. Fasader Po s'jam. do me thonë, nalti lexoj profesionet të tua. Muratim, saldim, montojmë laminat, shkollë tavani, bëjmë hapjen e kanaleve, transport, kasap e tjerë. Këto profesione, cilën e bën mas shumë ti me qef. Aha. Nashta bajet me thunë, mara ke ko me qilë kanala me dorë. Po thu që ato e bën mas shumë me Au, qef. edhe laminat ko marak me montu, ama që ato e kom fort për qilë. Po ta shti me qelë, unë I kum po do video këto edhe po besoj I bashkan gjesin edhe me intervist, qysh po më nësh me qelë ashtu kanala me dorë. Mu po më do këtë pak zërë. Jo, Allah, gjinje po shkojnë parë gjojnë parë në fitness. Unë s'po shkoj me argju parë në fitness. Pse me shku në fitness? Qa, fitness pa pare. Plus po fitoj, plus po më rëzit dili. Dhe me,
fitim pare, po kursen pare, plus solarium, ketët në një. Dardan, ti në rrjetet sociale je shumë aktiv. Po. Edhe krejt punën tonë e shpërndan rrjetet sociale dhe po besoj që të kanë ndihmu shumë më përhap. Po, s'është keq. Edhe të kanë gjetë po besoj punë. Po. Qashtu është, që shpo të huti qashtu është. Do me thonë dimes shumë e madhe dhe ti pi shfrytëzon për reklam rrjetet sociale, bravo të qoftë. Nëse më karo pak si vonë me, që një 3 vjetë e kom qelë Facebookën, që ashtu diçka po m'duket. Që atëherë ja kom nisë, se më ka pas thonë edhe vlavjem shumë ma moti. Unë më kom pak si selak, nëse më thonë, jo, pëse s'do, ti më kom pas ka pas me dhenë, të fola vlavit. Po se e poshtë do me thonë kishe video me ka 500.000 views dhe 300.000. Se di vëllë, se më të për cilë fort, për të gëllë dhe veç e qesë edhe të tunë. Edhe bravo të qoftë edhe po besoj që kështu tirin edhe njerës për Po, një punë. zakonisht shkryjnë Messenger. Messenger, po. Dishta me të pyet pak edhe për pjesën që so merresh me këtë punë ti. Po, në kom nisur Gjermani në 2012, ta na kom punu të Migja, 2013 ja kom nisur të na kom punu edhe me kocka, edhe ja kom nisur me punu laminat të një tjetër, jo të Migja, po të kush. Ta na kom nisur edhe të aj tjetër edhe të Migja, ta na që me thonë, u lidh puna diqysh. Edhe sot je këtu krije. Që me thonë, qasë që po thote, u përzi veti qysh, as vetë ti që me thonë. Tu punu një punë, ta na pinjonës dojnë tjetër. Tani mësu zanote të reja dhe kështu të shfrytzu mandej edhe vetën edhe bravo të qoftë. Ti ma ceke që e ke lënë Gjermanin, Po. sa vite ke qëndru në Gjermani? 17 vjetë gjysë. 17 vjetë dhe mas 17 viteve Gjermani, ke ardhe dhe je këty në Kosovë. Po. E pse le Gjermani? Kjo është një histori shumë e gatë. Në kriminell që më konë që të dine. Ani po thona pak me pika të shkurta, a thjesht të bo bëllë në ashta mërgimi? Baba em, të fola babës teme, du shumë, ma i minin botë. Ajo shumë o babë i mirë, unë jem shumë gjali keq. Njoni për djemve u desh më këthy. Kena pas një kontratë, të shkrumë me babën tem, kështu, që njoni për djemve u desh më këthy. Edhe ajo më konune, vlavi malë, tana motra, tana une, tana du desh njoni më këthy, kur ta bëjti si gjimnazin me sukses, tha, tana munësh më këthy. Tana hina një farë zanate, elektronika për betriebstechnik, pi aty tana, se kom kry zanate nge, një ma në Kosovë. Do me thonë ti je rritë në Gjermani. Keq shkollën më kry aty, asë një ditë shkollën më kry në Kosovë. Do me thonë ti ke lindë dhe je rritë në Gjermani. Më lindë këtu e më lindë ama. Po, apo prapë 2 vjetë e gjysë i kom posë kujna shumë në një Gjermani. pjesë shumë të madhe tjetës tone pas ke kalu do me thonë atje. Po. Edhe shumë interesant me marrë vendimin më këthy këto. Po, a je pendu që je këty? Asë një kashore. Hesi je pendu. Hesh, asë gjysë përqindë jo. Ka dollë ma mira. Qysh jo? E atje me qa je marrë? Ato e kom kry shkollën 13 vjetë, tani më konë zanat. Elektronika për betriebstechnik që me përkëthy këto shqip. Po. Gjithë shasha ka të bëj me rrymë. Me pështjell motora, me shpim me lidhë, me ndreq na helt. Këtu maçinat e mëdha shka ishin edhe ato mi programu këtë fasen, a mos sa kom kryu në këtë ato. Ta shti pensionojnë shumë të ri, do me thonë mërgimin, po i braktisin shkollat e krejt, nështë ta për një jetë ma të mirë, po ti qa mendon për këtë pjesë pasi që pas ke jetu, do me thonë e ko ke shkollu në Gjermani, qa mendon për rinin që sinojnë veç mërgimin, me dalë jashtë dhe? Gabim e kanë ata, se këtu është shumë ma mirë. Ke që i dojnë me shku jashtë e kanë gabim, do të me nejtë këtu. Nësë jemi 150 milion banorë në Kosovë që me posë sa dush njës me eksportu. Nësë kemi as 2 milion, ku me shku ke 6 kusht jetë tu. Shumica jesë në veç pleq, kështu në Gjermani, ato janë 25%, 65 vjetë e ma shumë. Të veç mosha mesatarë veç vend të rritë, 30 vjetë, 32, 33, ma keq është për njëve, s'ka ta nga 3. Tu du të me nejtë këtu, gabim është ajo. Nuk është më e ko që i kom 6 gjem, i kom 3 shko, njasht, 3 këto, e bo një e bo ketë. Ti bo një 10 fëmi, një 50 shkojnë, 50 rrinë, qëtër muhabet, a unë e zboj fëmi heqë ata. Do të me bo ma shumë fëmi, ta atëre ki mundësi me eksportu. Do të me nejtë këtu, se këtu ka punë sa dush. Ta shi rruga që nuk është 5.000 që i thonë, ato e prallë është. 2.000 është ketë. 2.000 euro, 2.200, rallë na i kush që i ka një rrugë jashtë zakonisht mirë. Do me thonë Gjermani po fletë 2-3.000 euro rrugë, as 3.000. Qa të dikon, po ta që banesa, me hongër, me pi, rrymë ujtë, atim, bërlog, anina kënena ty qëtë kur gjë heqë. Ti tu e kish pijen tënde, ti spagun të atim heqë. E këtë për në thonë qera spagun me heqë. Qera po. E këto senet tjera, zakonisht për në njerëzit edhe në zezë, sa si së këtë senet të regjistruar, dikush shitit aty si punëtor të kryqi, e shpraz një shleper me mill, i bjen 30 euro në akshom të shpia,
Me që të 30 euro si jep kur gjë shtetit, se edhe ajo është, nuk ka rregull mi e marr atina në pore, ai merr ato neto. Ti çato që ai merr në Gjermani, ti dush me i dhon shtetit diçka. Ma mirë është tu. Edhe po thu që s'met kur gjë. Si jetë kur gjë që ato veç do 2 vjet me punu. Ai punon 11 muaj për marr 1 muaj këtu. Unë jam 12 muaj pushim. Unë jam 12 muaj në Kosovë. Ai veç vjen 1 muaj. Ai veç 1 muaj vjen këtu me sheju pak xhenetin edhe shkon për 11 muaj atje. A unë jam 12 muaj këtu në xhenet. Bivja fjala, në xhenet dënjos. Edhe mu po m'vjen mirë që kam këtë bisedë me ty me i tregu, nështë pak edhe trive që nuk është jeta atje që she mendoj njerëzit. Do me thonë, ti po e thu shumë mirë që s'tmet kur gjo, edhe du të me punu 11 muaj për marrë 1 muaj ditë këto në pushime. Ç'është është? Po për këto kjerët e shtrajta, asanet e shtrajta që nështë po vinë edhe po... Po shumë let. Rinia po mashtrojnë. Që, ty shkon në Gjermani, ti s'ki as leje që ndërma, hajtë zene po shkon, po martohesh atje edhe po do një kjerë, ki je punësu. E ki një punë thjesht, hajtë përzone e ki 2.000 euro rrugën. E merr një kredit, pas këti punë, e merr një kredit 60.000 euro, e bli një kjerë 50.000 euro, e ti dush me pagu që atë kjerë 20 vjetë. Në të me një kjerë malë trashe dhe fryna këtu. Amo ti ki borç deri këtu. A cirkuz është ai s'ka por rallash në kush që i ka në farkire që i ka bli cash në dur. Ato këtan rran, ato veç propaganda. Po tani përmes që aty në propagandave për mashtrojnë rinia. Edhe po ikin për braktisin, mandej po kthehen, po kur mu kthy, pelojnë shkollimin gjysë të krejtu. Shumë që po e cik në shta dhe jetën atje, edhe nuk e kishe rekomandu dhe me thonë trive me... Kërkojnë heq, këtu du të me nejtë, gjithsesi. Që dush kushte, për më mi shembul Palestinë, bomba raketa arena kënena, ata ketë rinë ato, ja, se lëshoj kur. Kesh në umre para një viti fix në janar, e takova një palestinez, a i shki prej West Bank. Folëm e to anglisht, a i tha, I will stay there forever, I will never leave my country. Në Palestinë? A i shki West Bank është, edhe ajo është pjesë ku banojnë palestinezë. A i shfar kushte kanë ata, bomba raketa, ata po rrinë që aty, e na i kimi të natë mirë dhe po dojnë me shku, e buda laki është. Ata janë shumë ma patriota se na. Pëse s'mujna në mu bo qësi patriota? E cilë është mendime, pëse s'pomujna mu bo qashtë patriota? Pëse s'pedojna atë dhe jënë tonë, vendin për cilin kena luftu dhe kena derë gjak? Pëse s'mujna? Ta është kjo vorë për individit. Për mendime jëtë? Mendime jëtë, që me thonë. Unë për veti po foli, unë e du venet, e me dhe rri këtu, ta është si kum hike kuna në kry. Unë për veti du me nejtë këtu edhe këtu kom e nejtë danë. Unë me shkuna e shtë për qef në herë 2 avë, dhe dhe dikun edhe më pëndu që rri këtu. Se lëshoj kërë. Po bashkëshortja është e knashtë dhe me thome jetisën këto, atë ka thonë e herë hajde shkujna, se ti ki edhe letrat e Gjermanisë. Jo, si kam letrat e Gjermanisë. I ke djega? Jo, kom marrë dhe kom shky pasoshin. E ke shky pasaportën Gjermana? Se kom pas kur pasoshin Gjermana, kom pas pasoshin e Kosovës me leje qëndrim pa kufizum Gjermanisë. E kom marrë dhe kom shky dhe kom jarë këto. E pse e mora atë vendim me shky leje qëndrimin? Në është një histori shumë pak ma e gatë. Po shkurt e Shqip nuk dishte mu këthy ma kur atje? E kom marrë, kom shky edhe qaq, edhe në Kosovë Republikë qaq. Mu po vjen shumë mirë se edhe këtu do më thonë jetuja dalë shumë mirë. Jo me i knasht. Jetuja dalë, jetu bosh punë shumë punë ndryshme në të njëjtën kohë, edhe pra po ja dalë. Edhe po jep një shembull shumë të mirë për gjithë ata që shikojnë këtë video me punu edhe me gjithë mënyra me kontribu në vendin tonë. Normal. Po tashti fshatrat, po braktisen me të madhe. Edhe në rinia nuk pedon shumë as bujqësina, as brektorin, as fshatin, pse po mendon që ka orë kjo ditë? Mendimi jem është, thashti, kjo është një, thashti muj me gabu, mendimi jem është që është kjo një agende msheft, se njëri që jeton katon, është i pavarur, a i vetë e prodhon milin, tomlin, kosin, gjizin, vot, mishin, këti prodhon vetë. E jënë do njëzë në prapavi që ata nuk dojnë që ti më pavarësu, a i dojnë me postu në kontrol, se nëse ti në qytet, ti dush ketë të sene me bli. E nëse dush ketë të sene me bli, a i mund me ti nalë, ti qara se ki pa e gu ato, si ornani, se a i ti nalë ushqimet. Amo nëse ti i pavarur, pi tynve, ti vetë ki prodhimin tënë, vetë tonë së më njën për juve. Ti thu edhe, ti prodhon vetë të sene, a i ty së mund me të kontrolu. E kjo është shumë amati, kjo pi industrializimit të bu kjo, edhe mund me qyre dhe historien,
ndesh në Rusi, ndesh në Britani të Madhe, ndesh në Gjermani, ku dush, kur u bë industrializimi, njerëzit kanë lëshu fshatrat dhe kanë shkuar nëpër qytete, për të punuar nëpër fabrika. Po, Kjo është çmotë, kjo është më shumë se 100 vjet. Kjo bu pak më vonë se Kosova më pak e zhvilluar, tana ka orë kjo pak më vonë. Ama kjo është më keq, është më pavarësu një më mirë është me jetu në Katon. Se qyteti s'mund me mbjetu pa Katon. Se Katoni e furnizon qytetin. Po nështë na shqiptarët pak vujmë edhe prej do komplekseve edhe se dojmë fakt nështë Katonit. Po ndishta me të pyet ty çka kishe pru diçka prej Gjermanisë në Kosovë. Nështë na e rregull, na e stil jetese, diçka. Hajde vazhdoj na ecim pak. Okej. Çka kishe sjell diçka prej Gjermanisë në Kosovë? Disciplinë. Çato kisha pru. Edhe flajs, që me thonë flajs, shqip, më konë punëtor. Po. Më konë punëtor, çato. Punun venin tonë. Sa është kjo bash përkthim adekuat, ai që e kupton gjëmishin flajs, ai mund me kuptu këto pak më mirë. Mos me pritu seneve ne, mos më konë debe. E kuptoj. Edhe do me thonë këtu i kishe sjell nështë edhe rregullat pak edhe këto gjonat e tjera mënyrën e jetës, po për ndryshe ti nuk i ki menën kur më kthy ma me jetu në Gjermani. Është me po një krok shkurt më shëtit po. Po shëtitje po me jetu kështu. Jo, kur jetë. Sa e njës ditën Dardan? Po më barë tash i kur lind dilli. Dimnet ja nisi pak ma vonë, verës ja nisi pak ma herët. Se tash unë bazona mas takvimit. Për shembull sabaj falet një 45 minuta para lindjes dillit. Unë çona një saat para kohës së faljes së namazit. Zeni për shembull është ora 6:45 lindja e dillit, në 6 falet sabaj. Tana unë çona në 5. Puna gati, se në vend e shkojnë xhami, e fali sabajin, mas namazit sabajit tana shkojnë punë. Ama verës është namazit sabajit më herët. Zeni është lindja e dillit 4:45, falet sabajin 4. Unë çona tana në 3, ose në 3:20. Në so flen ti Dardan? Ku të më teket flej? Po në so e përfundon ditën? Po tash është në ndryshëm, sa më shumë punë punoj më gat, ko më pak punë punoj më pak. Po do me thonë nuk jasë... 15 saat, 16 saat, 8 saat, 10 saat, so më teket mua. Edhe bravo të qofë që s'ndalesh asnjëherë, edhe a lodhesh ndonjëherë? Po qysh jo mëra, vitesh bje vëlloj keti. Po a lodhesh ndonjëherë me thonë as po mëj më me bë qëtë punë edhe po heki dorë, nështë se ti jetu mirë me shumë sene në tjetën ku. Se e kesh të qunje me një namaz sabajt, u qova, e fata foj sabajt, edhe kesh para derës, edhe ke të ra shis korel. Një mik jemi grynvore, fort burrimir, salamatina. Kisha me qel një, kisha veç një me kisha me qel. Atë si zavendësim, se ishi ke zonë, diçka, më ishke të ras shis korel, sa pa heret. Unë kisha të nesit me qel, atana kur do ras vdekje, atana, ty s'ki qarë pa qel. Shi me knot, ato ra. Vesh, unë jetë qëtu, unë që të shkallë, thashe të meti, ku, qarë se kisha pa qu. Ama ju me ra shini ka që, ishke do të bashkë shi i mau. O, dhe është me shku tana me botë ashtu, ketë qollë. Ama kryta, qatere e mojnë menë që i kom pritu, të kaltoj drejtë. Do më thoi, dita e porë dhe fundit, kur ke pritu ka qenë qajo? Qajo njo, jo, ka bova kirë në herë. Që të vëndësu një mektonin që hapë, do me thonë vore. Po. Edhe u kontrol shije dhe qatë herë je lodhë shumë. Dhe në qatë shije dojnë ke punu, e ke qelë po më ndoj parin edhe... Po. Edhe ta. Në kom para do vite, urna. Një mesazh të fundit Dardan për gjithë ata që shikojnë këtë video dhe që nështë pritojnë me punu. Mesazh të fundit, qënu më herët, mos pritoni, punoni, nuk o marrë me punu, çfarë do të koftë puna që je. Tu punu, se nuk o marrë me punu, edhe WC me fshi sa është marrë, edhe me hek bagla sa marrë, se ti të punu për pare, si të punu falë. Shka do të qoftë që i thonë njerëzit, mos të interesojnë, mos jeto për njerëz, po jeto për veti. Mos tani se shka thojnë ata tjerë, se unë i këshoj punë të mija, ata në të më keshin mu, unë i heci ketë me loq. Mos të interesojnë ty aty, veç kërë drejtimin tonë do dhe qaqë. Edhe diçka këtë fundit për shkak se ti jeni mërgjimtari cili është këty për pas 17 viteve jetesë dhe më thënë Gjermani, e këty këtu në Kosovë dhe e ke shkylle qëndrimin e Gjermanisë. Qa i kështë thonë gjithë atyne që e synojnë mërgjimin? Ata që e synojnë mërgjimin i kisha thonë redi këtu, që doni mu shgenju shkoni atje, shgenjehuni edhe ktheu në këto golish pas një bankë. Qa të moj me thonë, redi këtu se e keni ma mirë.